Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, selama dhe selavatet qofshin për më të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vazhdim ndoshta jemi duke shpjeguar në lidhje me kapitujt e besimit, në lidhje me akiden e besimtarit, doktrinën e muslimanit, dhe kemi fol në hollësi në lidhje me besimin në Allahun e lartësuar, pastaj besimin në melajke, pastaj besimin në profetët e Allahut të lartësuar, ndërsa sot do të flasim besimin në librat e Allahut të lartësuar. Nëse shikojmë gjithë përfshirjen e fesë islame, e shohim që Allahu i lartësuar na ka obliguar që t'i besojmë të gjitha ata pejgamberët të cilët i ka dërguar dhe i ka përmend në librat e tij apo në hadithe që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi treguar cilët ata pejgamberë janë përmend dhe cilët ju dim emrat dhe vlerën në mesin e tyre. Po ashtu kemi treguar që ka pejgamberë të cilët Allahu i lartësuar nuk na ka treguar. Dhe ne jemi të obliguar t'i besojmë ata në përgjithësi dhe në hollësi, pa bërë dallim në mesin e tyre. Dhe gjithashtu jemi të detyruar që mi besu edhe librat të cilët Allahu i lartësuar ja ka shpallur pejgamberëve të tij. Dhe pa bërë dallimin në mesin e librave, duke e ditë se cili është libri i fundit dhe vulosësi të gjitha librave, dhe duke e ditë se cilat libra Allahu i lartësuar i ka shfuqizuar. Pra nuk merren më në konsiderat, kanë pësuar ndryshime apo pësime prej njerëzve që i kanë shtyr durrët e tyre në devijimin e kuptimeve apo formulimeve të atyre librave. Pra, ne në përgjithësi kur të shikojmë në besimin ton, së pari e besojmë në lidhje me libra se Allahu i lartësuar jo ka dërguar pejgamberëve shpallje, ju ka dërgu libra. Dhe Allah i lartësuar përmend këta në Kur'an. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuma an-nasu bil qist. I kemi dërguar, thot Allah i lartësuar në Kur'an, i kemi dërguar profetët, pejgamberët me prova, me argumente të qarta dhe bashkë me ta ju kemi zbritur librat. Pra disa prej pejgamberëve kanë pasur libra dhe me peshorën me të cilën Allah i lartësuar i ka obliguar këta pejgamberë që të gjykojnë ndaj njerëzve me drejtësi. Pra këta pejgamberë kanë pas edhe libra të cilët Allah i lartësuar jo ka shpallur. Mirë po, jo të gjithë librat të cilët Allah i lartësuar jo ka shpallur pejgamberët e mëparshëm, qysh nuk i njohim disa prej pejgamberëve, nuk i njohim edhe krejt librat të cilët Allah i lartësuar i ka përmend. E kur jemi tek besimi në hollësi në lidhje me librat, atëherë i kemi 4 libra të cilat i besojmë, të cilat janë shpallur tek pejgamberët dhe Allahu i lartësuar i ka përmendur në Kur'an. Për këtyre librave e kemi Tauratin, që ju ka zbrit apo ju ka shpallur Musait alayhis salam. Pastaj e kemi Zeburin që ju ka shpallur Davudit, Injilin që ju ka shpallur Isait alayhis salam, dhe i kemi ato suhuf, fletushkat, të cilat Allahu i lartësuar ja u ka shpallur, ja u ka zbrit Ibrahimit alayhis salam dhe Musait alayhis salam që ka ardhur në surën A'la. Pra nëse shohim tek Taurati, Allahu i lartësuar thot: "Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur." Ne kemi zbritur Tauratin, në Taurat pra ka udhëzim dhe dritë. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Me këtë Taurat gjykojnë pejgamberët, të cilët janë nënshtruar, janë dorëzuar ndaj Allahut të lartësuar, dhe po ashtu i gjykojnë hebrejt dhe po ashtu gjykojnë me këtë Taurat të ditërit dhe rabinët prej asaj çfarë Allahu i lartësuar jo ka shpallur tek Musa alayhis salam. Pastaj e kena ajetin tjetër ku Allah i lartësuar flet në lidhje me Injilin. Thot Allahu: "Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurati wa ataynahu al-Injil fihi hudan wa nur." Wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurati wa hudan wa maw'izatan lil-muttaqin. Dhe pas atyre pejgamberëve, ne ja kemi zbrit, e kemi dërguar Isain si pejgamber të dërguar të birin e Mërjemës, pra Jezusin alayhis salam si pejgamber, që është vërtetues i Tauratit që ju kishte shpallur para tij, që ju kishte shpallur Musait alayhis salam. Dhe Isës Allahu i lartësuar ja ka shpallur apo ja ka zbrit Ungjillin, apo që ndryshe njihet Injili, në të cilin ka edhe udhëzim dhe dritë.
si përmbushje e shpalljes së asaj që ishte më herët në Torat dhe këshill dhe udhëzim për ata të cilët i friksohen paraqitjes së Allahut të Lartësuar, i friksohen Zotit, i friksohen Allahut të Lartësuar. Pastaj kemi librin e tretë, të cilin Allahu i Lartësuar ka përmendur në Kur'an tekstualisht, wa atayna Dawuda zabura, Davudit ja kemi jap zaburin, ja kemi shpallur zaburin. Dhe fletushkat të cilat Allahu i Lartësuar ja ka shpall Ibrahimit, thot inna hadha la fi suhufil ula, kjo gjendet në fletushkat e mëparshme, suhufi Ibrahim wa Musa, në fletushkat e Ibrahimit dhe Musait alayhi salam. Por ky është besimi në përgjithësi në librat të cilat Allahu i Lartësuar i ka shpallur para Kuranit. Ndërkohë e besojmë që Allahu i Lartësuar ka dërguar libra edhe tek pejgamberët e mëparshëm, mirë po ato libra Allahu i Lartësuar nuk na ka përmend neve, megjithatë ne i besojmë që të gjithë pejgamberët kanë pasur shpallje, të cilët Allahu i Lartësuar jo ka shpallë që të gjykojë njerëzit dhe t'ja përcjellin njerëzve. Thot Allahu i Lartësuar kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyyin mubashirin wa mundhirin. Allahu i Lartësuar ishte njerëzit një ummet i vetëm, një popull i vetëm, pastaj Allahu i Lartësuar ju dërgoi pejgamberët si përgëzues dhe qortues, wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq, dhe me ata ka zbritur libër që të gjykojnë me drejtësi, në ata çfarë ata kanë mos pajtim në mesin e tyre. Pra, në lidhje me librat, në librat e mëparshëm që kanë qenë pjesë e shpalljes së Allahut të Lartësuar, besojmë që ato që kanë qenë me të vërtetën, kanë qenë dritë, kanë qenë udhëzim, dhe në të gjitha kanë qenë porosia që të adhurohet Allahu i Lartësuar si një dhe i vetëm, të njëjësohet Allahu i Lartësuar pra me tauhid, në rububie, në uluhie dhe asma wa sifat për të cilat i kemi mësuar dhe të cilat Allahu i Lartësuar jo ka shpall atyre pejgamberëve të mëparshëm. Po ashtu besojmë që ato libra që kanë pësuar ndryshime, çfarë janë veshin Allahu të Lartësuar padrejtisht, e pastër është Allahu i Lartësuar dhe të gjithë pejgamberët prej atyre devijimeve që i kanë pësuar ata libra të mëparshëm. Po ashtu Allahu i Lartësuar na ka treguar në Kur'an që këta libra kanë pësuar ndryshime. Dhe njëri prej ndryshimeve është që njerëzit për interesat e dunjas kanë marrë dhe kanë shkruar ajetet e caktuara që të përfitojnë nga interesat e dunjas. Dhe thot Allahu: "Fa wailu lil ladhina yaktubuna al-kitaba bi aydihim." Mirë për ata, i kërcën Allahu i Lartësuar, ata të cilët shkruajnë librat e mëparshëm, i kanë shkruajtur librat e tyre me durët e tyre. Thumma yaquluna hadha min indillah, pastaj thonë kjo është prej Zotit, kjo është shpallje prej Zotit. Li yashtaru bihi thamanan qalila, që të përfitojnë pak nga çështjet materiale të kësaj bote, fa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Mirë për durët e tyre dhe mirë për përfitimin e tyre që e kanë bërë në mënyrë të padrejtë. Në anën tjetër, në librat e mbetër që ne jon përcjell neve, për librat të mëparshëm, ka disa copëza të shpalljes që kanë mbetë për shpalljes prej Allahut të Lartësuar të mëhershme. Sidomos ato pjesë të kuptimeve të cilat Kurani dhe feja jon i vërteton që ashtu janë. Ndërsa ato çfarë bin dash me shpalljen e fundit kuptojmë që kanë pësuar ndryshime. Për këtyre ajeteve në të cilat gjendet edhe tani, kemi edhe në Kur'an dhe kanë edhe në Ungjil apo në Toratin e mëparshëm. Allahu i Lartësuar thotë në Kur'an në surën Anbiya: "Wa laqad katabna fi az-zaburi." E kemi shënuar, e kemi caktuar në Zabur. Zaburi që u ka thënë Davudit alayhis salam, "Min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiya as-salihun." Tokën do ta trashëgojmë robërit e mi të devotshëm. E nëse shikojmë njërin prej librave të Biblës që e përfshin libra disa prej pjesëve të Ungjillit të Toratit, në arabisht gjendet pothuajse i ngjajshëm kuptimi i atij verseti në Bibël, ngjajshëm me kuptimin që e kemi edhe ne në Kur'an. Thot në Bibël kështu shkruhet në pjesën El-Mazamir, El-Kitab El-Muqaddas: "As-sadiquna minna yarithuna al-ardha wa yaskununaha ila al-abad." Të devotshmit do ta trashëgojnë tokën dhe do të jetojnë në të përgjithmonë. Mirë po, ky kuptim i kësaj që ka shkruhet në këtë pjesë të Biblës, ka mundësi më konë për pjesëve të mbetura të shpalljes. Mirë po, ne nuk është që e besojmë Biblën se kjo për shkak të ndryshimeve që i ka pësu, për shkak të originalitetit që e ka humbë, për shkak të ekzemplarëve, dorëshkrimeve të cilat nuk gjenden dhe kopjet që kanë përplasje në mesin e tyre. Mirë po, këta mujim mu ngushëlly për shkak se e kemi ne Koranin e vërtet
Dhe ky ajet nuk ka pik dyshimi në Kur'an, që është i vërtetë, ndërsa ky kuptim vjen sikur pjesë sekondare, do thonë që ka pjesë të shpalljes që jo shpall në librat e mëparshëm. Kur jemi tek Kur'ani, çu duhet të qenë besimi jon në lidhje me Kur'anin. Së pari, Kur'ani ka përmbledhur të gjitha mësimet e librave të mëparshëm. Nga se është libri i fundit, është vula e librave, vulosës, dhe i ka zbritur pejgamberit të fundit që nuk ka dhe nuk do të ketë pejgamber pas tij. Dhe është për mbar njerëzimin. Është zbritur për mbar njerëzimin. Allahu i lartësuar thotë: "Wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayh." Ne ta kemi zbrit librin e vërtet, me të vërtetën, si përmbushës i shkrimeve, i shpalljeve të mëhershme dhe mbrojtës dhe mbizotrues i tyre. Po ashtu, me zbritjen e Kuranit janë shfuqizuar të gjitha fejet, të gjitha librat e mëparshëm. Janë shfuqizuar, pra nuk merren në konsiderat, pra nuk janë në funksion. Vetëm Kurani është ajo e fuqishmja dhe çka merret në konsiderat dhe muj me gjyku përmes tij. Kurani është vetëm libri i vetëm që Allahu i lartësuar e ka marrë përsipër ruajtjen e tij. Dhe Allahu thot: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun." Ne e kemi zbritur Kur'anin dhe ne e kemi marrë përsipër ruajtjen e tij. Dhe po ashtu Allahu thot: "La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid." Nuk i afrohet gënjeshtra dhe trillimi Kur'anit nga asnjë anë. Kjo është një shpallje prej të urtit që është i vetë lavdruar, që i meriton të gjitha lavdrimet. Ky është Kurani. Nëse e shohim se Allah i lartësuar ka marrë përsipër rujtjen e Kuranit, kjo ka të bëjë në lidhje ngushtë me pejgamberin e fundit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Përderisa është profeti i fundit dhe nuk do të ketë më shpallje tjetër, Allahu i lartësuar ka marrë përsipër rujtjen e tij derisa të ketë jetë kjo dunja, ashtu siç e ka zbritur Allahu i lartësuar dhe do ta merr tek ai. Pra Kurani është fjala e Zotit e zbritur përmes Xhibrilit te pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ju ka mësuar sahabëve, dhe sahabët ju kanë mësuar tabiinëve, tabiinëve dhe brez pas brezi na është transmetuar pa i mungu asnjë shkronjë, pa i mungu asnjë vokal këtij Kurani, libri madhështor prej Allahut të lartësuar. Disa prej argumenteve tjera në gjykim me librat e mëparshëm që e vërtetojnë që ato nuk janë më pjesë e shpalljes së mbetur nga Allahu i lartësuar, e shohim që për Toratin, Zeburin, Injilin nuk ka dorëshkrime origjinale. Të gjitha janë kopje të përkthyera, ndërsa Kurani gjendet në origjinal. Metoda se çysh Allah i lartësuar ka ruajtur Kuranin, një pjesë është mushafat që janë shkruar dhe pjesa tjetër është që është mësuar përmendsh. Se edhe sot sikur të gjithë mushafat të digjeshin apo të zhdukeshin, kish më kthy Kurani pej memorieve të njerëzve që e dinë përmendsh në brenda ditës për shkak metodës qysh Allah i lartësuar e ka vendosur këtë sistem të ruajtjes së Kuranit. Pastaj në libra të tjera të shpallura më herët që kanë pasur ndryshime, gjojmë edhe fjalë të njerëzve. Histori të betejave, data historike të dhëna të ndryshme që njerëzit i kanë fut aty me dëshirën e tyre apo për interesa të caktuara, për dallim prej Kuranit i cili nuk përmban asnjë fjalë të njerëzve, as sahabeve, as fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e gjitha është fjalë e Zotit prej fillimit deri në fund. Gjithashtu, nëse do të mi kuptu se Kurani është fjalë e Zotit, merre shikoja lexoj hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra në gjuhën arabe, ato hadithet e sakta që janë transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe merr këtyre Kuranin si fjalë e Zotit, edhe e vren dallimin në stil të gjuhës. Zakonisht njëri e ka një stil të gjuhës. Dhe është vështirë ai me pas dallim jashtëzakonshëm, nëse që tash po të foli me një stil, mas 2 minuta me të fol me një stil tjetër, është pothuajse e pamundshme. Se njëri qatë stil të gjuhës e ka të akumuluar apo ka të formuar për rrethit kur ka jetuar, për edukimit, për shoqënisë e kështu me radhë dhe për leximit e kështu me radhë. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse i përcjell hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e merr Kuranin në anën tjetër, ka dallim stili i shkrimeve jashtëzakonshëm. Dhe shtoja kësaj tjetre faktin
që stili i Kuranit nuk është i kopjuar prej kërkujt. Ndërkohë që autorët bashkëkohor kur shkruajnë një libër, a qoftë ajo poezia, çfarë do qoftë, e kopjon dikon tjetër. E kopjon, merr shembulltyr, e shikon, e ka një stil ku kthehet. Ndërkohë që Kurani është stil në veti, është në retorikën, në gradën më të lartë të retorikës, të bukur që është shpallja prej Allahut të lartësuar. Kjo është njëra prej argumenteve. Në lidhje që Kurani është fjalë e Zotit dhe jo trillim e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe argumente të tjera të cilat do t'i përmendim në vim. Kurani është mrekullia më e madhe që ju ka zbritur njerëzimit dhe është mrekullia e përjetshme deri sa Allah i lartësuar i ka jap jetë kësaj dunjaje të jetoj. Dhe Allah i lartësuar duke përshkruar këtë mrekulli madhështore thotë: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allahi wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas." Këtë Kur'an, sikur t'ia shpallim ndonjë mali. Shikoj çfarë malet sot fuqishme janë, sidomos kur shkojmë në hiking apo e shohim sot gjigante janë. Allah i lartësuar thotë, sikur të këtë Kur'an t'ia shpallshim një mali, kishim pa atë mal të përulur dhe të cuptun prej peshës së madhe të fjalës së Allahut të lartësuar. Këto janë shembuj që Allah i sjell njerëzve që të meditojnë për madhështinë e fjalës së Zotit, të kundrojnë për madhështinë e fjalës dhe shpalljes së Allahut të lartësuar, që ta përjetojnë këtë madhështi të Kuranit dhe ta marrin, ta lexojnë dhe ta përjetojnë, ta kuptojnë dhe ta zbatojnë atë. Po ashtu është një ajet tjetër në surën Ra'd. Është një ajet ku Allah i lartësuar e përshkruan madhështinë e Kuranit. Dhe thotë kështu: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala ayatin faqat, wa law anna Qur'anan suyirat bihi al-jibalu, aw qutti'at bihi al-ardu, aw kullima bihi al-mauta." Dhe elen Allahu i lartësuar e mbyll ajetin pa dhënë përgjigjen. Thotë Allah, nëse do të ishte ndonjë libër i shpallur prej Zotit, përmes të cilit lëvizin malet nga vendi. Nëse do të ishte një libër përmes të cilit malet lëvizin nga vendi, që do të qahej toka dhe do të mbushej me kopshte dhe me lumej, dhe nëpërmjet të cilit do të flisnin të vdekrit, e kalon pikë. Kuptimi është, do të ishte Kurani. A di që shqipjen, nëse për mi kuptuar që të ajet në gjuhën arabe, sikur me thonë është, a e dëgjove ligjëratën e kalune? Ishte një ligjërus, çfarë ligjërate ka majtë? Do të thonë, milion mos me kallëzu përshkrimin e detajshëm se qysh e ka ligjëru, me çfarë intonacioni, me çfarë bukur oratorie, po veç ja lën si kurioze. Dhe Allah i lartësuar po thotë, sikur të ishte një libër që i lëvizin malet, qahet toka, do të folin të vdekrit, e lën pikë, 3 pika, kuptimi është, do të ishte Kurani që kë. Pastaj Allah i lartësuar thotë në vazhdim të ajetit: "Belillahi al-amru jami'an." Po, mirë po, Allahut i takon e gjithë çështja. "Afalam ya'si alladhina amanu an law yasha'u Allahu lahada an-nasa jami'a." Po thot Allah i lartësuar, masi që tregon që i gjithë pushteti takon Allahut të lartësuar, thot, a mos vallë njerëzit nuk besojnë se sikur donte Allahu i lartësuar do t'i drejtonte të gjithë njerëzit, do t'i udhëzonte të gjithë njerëzit tek e vërteta. Pastaj Allah i lartësuar thot në vijim: "Wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima san'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'ti wa'du Allah." Thot Allah, por ata që nuk besojnë, për shkak të veprave të tyre, do t'i godas vazhdimisht shkatrimi ose do të vijë pranë shtëpive të tyre derisa të vjen premtimi i Allahut. Allahu nuk e shkel premtimin e tij. Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Allahu i lartësuar nuk e shkel premtimin e tij. Pa vëllazën, nëse marrim Kur'anin dhe lexojmë, Allahu i lartësuar i ka sfidu arabët. Dhe atë sfidë e ka lënë të hapur që dikush ta sjellë një Kur'an, sikurse Allahu i lartësuar ja ka shpallë pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe për mi kuptu sfidën të cilën Allahu i lartësuar ja u ka bërë arabëve, duhet të kthehemi pak në histori. Ta shikojmë se çfarë sfide ka qenë kjo mrekulli që u ka bërë Allahu i lartësuar arabëve të asaj kohe, që ky Kur'an i ka ndryshuar sahabët dhe i ka bërë kush kanë qenë sahabët, që s'ka pas kush më dal më përpara, dhe i ka ndryshuar në asaj forme të ndryshimit që të cilën ne nuk po arrim ta bëjmë atë ndryshim në vetet tona. Është problemi që nuk i kemi qasë si duhet Kur'anit. Dhe Allah i lartësuar, kur e përshkruan se çysh i ka sfidu arabët në asaj kohe, e tregon. Mas pari për mi pas parasysh, duhet mi pas parasysh që arabët e asaj kohe kanë qenë njerëzit me oratorinë më të madhe.
kanë qenë arab të kulluar, të pastër, që e kanë ditë arabishtën në mënyrën nivelin më të lartë. Pastaj kanë qenë një numër kogja të madh. Po ashtu Allahu i lartësuar kur i ka sfiduar arabët, çfarë ka thonë? Kur i ka sfiduar arabët, ka qenë sfidë e drejtë për drejtë, jo tërthurasi, po sfidë e drejtë për drejtë. Madje jo ka kallëzuar edhe përfundimin. Nëse ju arrini mi sjell një Kur'an, sikur se kë, keni me dal triumfues e i bën që Islami ka më shujt, edhe i bën që ka më poshtë. Po ashtu, Allahu i lartësuar i sfidon. Atë çfarë çuçi thot? Po s'keni më mujt. Çuçi është ajeti. Allahu i lartësuar i thot: "Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina." Nëse jeni ndyshim për asaj çfarë kemi ne zbritur shpall robit ton, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bi sura min mithlihi. Sjellni një sura sikur surat e Kuranit. Wad'u shuhada'akum. Dhe thirrni kanë doni pe ndihmëtarëve tuaj. Min dunillahi in kuntum sadiqin. Nëse për një keni. Ku sfida? Allah i thot: "Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu." Nëse s'muni mi bo, e dije që s'keni mundësi mi bo. Pra kur dikush sfidon ty, thot s'ki me mujt mi bo. Atë hanxit, atë mlefin që po bëra të kallëzojnë në qysh, unë kam i bo. Kur thot dikush mos e bë, ne fse thot po bashkë kam i bo. Të ngjallë dhe ndjenën që kam i bo. Allah i lartësuar pi sfidon arabët asaj koha, që kanë qenë armiqtë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bëni një sure. Merrni kënd doni që më juni mu për mi sjell një sure të ngjashme me Kur'anin. Mirë valla, po thot, s'keni me mujt. Nuk muni, po edhe s'keni me mujt, as në të ardhmen. Kjo është sfidë në veti. Ata ja kishin më mujt, mi mbledh, mi bo një Kur'an, sikur se mi ashtë kallëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se na kena mundësi mi bo një Kur'an, mi formu një Kur'an, sikur se ty që ka të shpallët, e mi mposht argumentet bindëse të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po s'kan mujt mi bo. E sfida, e përmend autori Muhammed Daraz, është libri i lajmi i madh, An-Naba'ul Azim, atë është i përkthyer në gjuhën shqipe. Është libër i mahnitshëm që flet vetëm për paarritshmërinë e Kuranit, për mrekullinë e paarritshme të Kuranit, që është në gjuhën e tij. Thot, duke e përshkruar këtë mrekulli të Kuranit, thot: "Mas pari Allahu i lartësuar sfidën jo ka bë, sjellni një libër të ngjashëm me Kuranin. Arabët s'kan mujt, janë dorëzu. Ju thot Allahu, ani sjellni 10 sura. As 10 sura. Atë thot, sjellni vetëm një sure. E katërta, një sure të ngjashme. Jo bash sure si Kurani, po ngjashme me ato të Kuranit. Prap s'kan mujt. Dhe pastaj thot, bashkëpunoni me kënd doni. Qofshin ata gjinë, qofshin ata kënd doni merrni. Për mi sjell një diçka të tillë sikur se Kurani. Megjithatë, arabët e asaj kohe, që kanë qenë në kulmin e oratorisë, në kulmin e letërsisë, në kulmin e poezisë, që ka qenë mjeti arma atyre, e bisedës, e dialogut, e mposhtjes, nuk kanë arrit mi sjell një Kur'an sikurse që Allahu i lartësuar e ka shpallur. Dhe Allahu këtë sfidë që merr një kënd doni o ka bëu kështu, i ka thonë: "Kul la in ijtama'at al-insu wal-jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Sikur komplet mbledh njerëzit dhe xhinët për mi hartu një Kur'an, sikurse kë nuk kanë mundësi mi hartu një të ngjashëm me ta. Nuk kanë mundësi mi shkruaj, mi përpelunja. Madje edhe sikur ta ndihmonin njëri tjetrin. Kjo është sfidë që ka më mbet deri në ditën e gjykimit. Dhe Allahu i lartësuar po i thotë: "Fa in lam taf'alu", nëse nuk mundi, wa lan taf'alu, edhe kurse si s'keni më mujt mi bë. Edhe pastaj Allahu çfarë po i thotë? "Fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijar", friksojeni zjarrit, i cili është lënë djegës se i ka njerëzit dhe gurët. Dhe Allahu i lartësuar i barazon njerëzit me gurë, që ju nëse s'besoni, përfundimin e keni bashkë me çata gurë në fund të zjarrit të xhenemit. Uiddat lil kafirin, që është përgatitur enkas për jo besimtarët mohuesit e fjalës së Zotit. Këto argumente dhe argumentet e tjera, të cilat Allahu i lartësuar i ka përmendur në Kur'an në lidhje me vërtetësinë që kjo fjalë është zbritur prej Allahut të lartësuar tek vula të gjithë pejgamberëve, jemi obliguar që ne ta besojmë në mënyrë të përkryer, duke besuar që është shpallja e fundit, shfuqizuese të gjitha shpalljeve, dhe Allahu i lartësuar i ka përmbledhur të gjitha legjislacionet e mëparshme në shpalljen e fundit të Kuranit, dhe e ka marrë përsipër Allahu i lartësuar rujtjen e tij dhe kujdesin për këtë shpallje deri në ditën e gjykimit, kur do të kthehet kjo shpallje tek Allahu i lartësuar. Autori që e marr me shënimin e mrekullive të Allahut të Kuranit, që ndryshe pastaj ka lind edhe i'jaz al-Quran si shkencë në veti, që është paarritshmëria
e Kuranit. Pra që mrekullia e paarritshme e Kuranit është në shprehjet e tij, në retorikën e tij, në fjalët e tij, në sfidën të cilët Allahu i lartësuar ja u ka bë njerëzve dhe vazhdon kjo sfidë me qenë akoma prezente. Merrni mend, ata arab nuk kanë pas mundësi mi sjell një Kur'an të ngjashëm sikur është Kurani, as një sure apo një fjalë të ngjashme, një ajet të kështu me radhë, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka shkuar ajo gjenerat, ka ardhur gjenerata tjetër. Kjo gjenerata që ka ardhur edhe më adopt, as edhe më shumë s'kan mujt mi sjell një apo mi hartu një Kur'an sikurse që Allahu i lartësuar ja ka shpallur pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, një prej autorëve të cilët është Imam al-Khattabi në librin e tij I'jaz al-Quran, paarritshmëria e Kuranit, mrekullia e paarritshme e Kuranit, e përmend një mrekulli tjetër e Kuranit, është ndikimi që ka. Mjafton me lexu Kuranin, me dëgju Kuranin dhe me hap zemrën në Kuranit dhe ai ndikim vrehet në zemra, vrehet në shpirtat e njerëzve. Për dallim prej librave të tjerë, për dallim prej fjalëve të njerëzve që nuk e kanë këtë ndikim dhe këtë forcë e ndikuese. Kurani gjithë secili e përjeton mrekullinë e Kuranit në veten e tij. Madje tregohet në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur Qurayshit në atë kohë që kanë qenë jo besimtar, e dërgojnë Utba ibn Rabia te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të dialogojë në lidhje me kontratën, me marrëveshjen. Dhe Allahu i lartësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja lexon disa ajete të Allahut të lartësuar prej surës Sejdë. Dhe Hamim dhe ja lexon surën dhe kur vjen Utba të vendas të vetë të Qurayshitët që në atë kohë kanë qenë jo besimtar, kur e shohin fytyrën e tij, thohin ka ardhur Utbia Ebu Walidi me një fytyrë tjetër prej asaj që ka shku. Pra vetëm një sure ja ka lexu dhe ka ndikuar në shpirtin e Utbes saqë ka kuptuar që këto fjalë të cilat është ka i thot ky i dërguar, që e ka njoft dhe ka jetuar në mesin e tyre për 40 vite. Dhe pas 40 vite i ka zbrit shpallja prej Xhibrilit, përmes Xhibrilit, prej Allahut të lartësuar, e kanë kuptuar që kjo shpallje është tjetër. Janë fjalë tjera, nuk janë këto të cilat i kanë ditë prej poezisë apo prej fjalëve. Shtoj kësaj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka pas kam i mësu, që s'ka ditë as shkrim as lexim. Nuk kanë qenë të kopjuar prej Toratit dhe Injilit, të mëparshëm, librave të mëparshëm. Kanë qenë shpallje prej fillimit e deri në fund. Ky është mrekullia e Kuranit që na thirr Allahu i lartësuar të meditojmë rreth tij, të lexojmë me vëmendje, të kushtojmë rëndësi kuptimeve të tij. Afala yatadabbaruna al-Quran, Allahu i lartësuar na thirr dhe na shërton, a nuk e meditojnë ata Kuranin, a nuk e vështrojnë ata Kuranin, i shfletojnë Kuranin, kuptimet e tij, që ti shohim mrekullitë thesare që i përmban ky Kuran, dhe ky është besimi jon i drejtë karshi Kuranit. Elusim Allahun e lartësuar të na mësoj ta mësojmë Kuranin, ta praktikojmë Kuranin dhe t'ja mësojmë të tjerëve dhe të hyjmë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot Uthmani radhiyallahu anhu, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri për jush është ai që mëson Kuranin dhe ja mëson të tjerëve. Ja mëson Kuranin dhe ja mëson të tjerëve. Pastaj Allahu i lartësuar na thot: Ya ayuhan nas, o ju njerëz, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, o ju njerëz, na thirr Allahu në emër të njerëzimit. O ju njerëz, po thot o musliman, o ju njerëz. Ja ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, ju ka ardhur një këshill prej Zotit juaj, Kurani. Ja ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur. Dhe është shërim në atë çfarë keni në zemra. Wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Dhe është mëshirë dhe rahmet, është udhëzim dhe mëshirë për popullin besimtar. Elusim Allahun e madhruar, qysh na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta lutim Allahun për duan kundër mërzisë dhe pikëllimit. Cila është ajo doja? Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati bi yadik madin fi hukmuk, deri në fund. Çfarë thot në fund? Allahumma inni yas'aluka bi kulli ismin huwa lak. Lutu Allah me çdo emër që ti e ke quajtur vetveten. O allamtahu min ahadin min khalqik, o ja u mësu dikuj prej robëve të tu, o istatharta bihi fi al-ilmi ghaibi indak, apo i ke mbajtur të fshat ata emra në dijen tënde, an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, ta bësh Kur'anin pranverë të zemrës, wa nura sudurina, dhe dritë të gjokrave dhe largim i mërzisë dhe pikëllimit. Lusim Allahun e madhruar të na shtoj dije të bishme dhe të na bëjë dobi nga kjo çfarë dëgjuam. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.